Ka 3 momente në jetë kur truri plaket papritur, ja cilat janë dhe pse. Plakja e trurit nuk nis papritur në moshë të madhe, por është një proces gradual që fillon shumë më herët nga sa mendohet. Sipas studimeve, truri zhvillohet plotësisht deri në moshën 25 vjeç, ndërsa shenjat e para të plakjes mund të shfaqen që në fund të 20-tave ose të 30-tat. Megjithatë, ky proces nuk është i njëjtë për të gjithë dhe ndikohet nga mënyra e jetesës dhe faktorë të ndryshëm individual. Hulumtimet tregojnë se plakja e trurit ndodh me faza jo në mënyrë lineare. Disa momente kyçe ku vrehen ndryshimet më të theksuara janë rreth moshave 57, 70 dhe 78 vjeç. Këto ndryshime mund të shfaqen me vështirësi të lehta në përqendrim apo kujtesë, apo jo domosdoshmërisht nënkujtojnë rënjet menjëhershme të aftësive mendore, pasi disa funksione si përvoja dhe faktor mbeten të qëndrueshëm për më gjatë. Lajmi i mirë është se shëndeti i trurit mund të ndikohet ndjeshëm nga zgjedhjet tona të përditshme, aktiviteti fizik, ushqyerja e shëndetshme, gjumi i cilësor, marrëdhëniet sociale dhe menaxhimi i stresit janë faktor kyç për ta mbajtur trurin aktiv dhe të shëndetshëm. Kjo do të thotë se duke ndërtuar zakone të mira që herët mund të ngadalsojmë procesin e plakjes dhe të ruajmë funksionet njohëse për më gjatë.